figurë politike, se sido që tjetë Saliani nuk është si figurat e tjera që kanë qenë thjesht, nuk është po them unë si Maqo Lakrori dikur me zotin Rama. Pra, Saliani është një figurë, ka personalitet, ka bërbeteja, ka entourage, ka grup, ka dhe deputet brenda Partisë Demokratike të cilët deri vonë e kanë mbështetur dhe tani kanë një lloj tërheqje për shkak të situatës. Ka të rinj që kanë mbështetur, ka lob mediatik, pra është një njeri që punon në disa sfera. Dhe Saliani është vërtet i rrezikshëm, po është i rrezikshëm jo në këtë situatë që zoti Berisha është atje. Saliani është i rrezikshëm në të ardhmen. Dhe filizën një delfin të zotit Berisha. Patjetër, pra zoti Berisha i pret kokën që tani kësaj lëvizje, që në fazën fillestare, duke edhe të shpik një term vetë për jashtim. Okej, por zgjodhi një mënyrë mekanike. Saliani në një farë mënyrë nuk ka më të drejtë. Pikërisht, kjo është. Dhe nesër, sepse kjo është goditje me qitje të largët, pra nuk bëhet për momentin. Dhe nesër, nëse Saliani do të dojë që të futet në Partinë Demokratike, duhet të riantarësohet, duhet të kaloj procedura, sepse një njeri që s'është antar, nuk mund të kandidojë. Ose të flamurit që do jetë në të ardhmen. Pra, e kupton, është një goditje shumë inteligjente, patjetër me qasje bolshevike, kjo nuk duhet harruar fare.